rezultatet e fundit të Partisë Demokratike tregojnë qartësisht që jemi në katastrofa elektorale. Qytetarët kanë një mesazh të qartë. Ne duhet ta dëgjojmë mesazhin e qytetarëve. Qytetarët nuk e besojnë leadershipin e Partisë Demokratike aq sa duhet. Dhe në politikë, të nderuar miq, kur qytetarët nuk besojnë aq sa duhet, nuk është faj qytetarëve, nuk fajsohet populli, nuk fajsohen qytetarët, por ndryshojnë politikanët dhe ndryshojnë leadershipi i partive politike. Duke thënë qartësisht, po, është përgjegjësia jonë, përgjegjësia ime për aq sa kam, përgjegjësia e drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike, përgjegjësia e kryetarit të Partisë Demokratike. Sepse Partia Demokratike ka qenë, është dhe do të jetë një forcë e madhe politike. Por ne duhet të bëjmë një parti demokratike fituese. Partia që ka përfaqësuar shpresën e shqiptarëve për të shkputur nga e shkuara dhe përfaqëson përsëri me gjithë defektet e tmetat e vete shpresën e vetme për ndryshim të qytetarëve shqiptarë ndaj qeverisje të korruptuar KKK. Partia Demokratike sot përballet me një krizë të thellë politike dhe organizative pikërisht për shkak se nuk do të dëgjojë. Edhe kjo reflektohet në rezultatet e dobta elektorale, në humbjen e besimit të një pjesë të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Në shumë raste është perceptuar si e shkputur nga terreni dhe nga shqetësimet reale të qytetarëve, e mbyllur ndaj energjive të reja dhe mbërthyer në një gjuhë politike të vjetruar, që përsërit të njëjtat premtime pa prodhuar asnjë vizion të ri. Për të rikthyer rolin e saj si alternativë qeverisë, dhe Partia Demokratike duhet të jetë një parti e hapur, një parti meritokratike dhe e pranishme çdo ditë mes njerëzve, një parti që nxit konkurrencën e ideve, që përfshin brezat e rinj dhe që ndërton një projekt modern për zhvillimin e vendit. Vetëm një opozitë e tillë, e fortë në vlera dhe e gjallë në terren, mund të rikthejë besimin e qytetarëve dhe të krijojë shpresën reale për ndryshim në Shqipëri. Partia jo vetëm që nuk po hapet, por po bunkerizohet. Ka gjuhë të drunjt, shpik armiq imagjinar, bën premtime apokaliptike. Kur asnjëherë një gjë të qartë, a thua se jetojmë në mesjetën e dogmave dhe jo në kohën e inteligjencës artificiale. Si mund të hapet një parti që kërkon të përjashtojë anëtarët e vet? Në të gjitha degët e Partisë Demokratike, nga Vermoshin Konispol, në vend që të ketë një ftesë të hapur dhe diskutim për shqetësimet reale se si Partia Demokratike të bëhet fituese, duke pasur mundësinë për të afruar njerëz të rinj dhe frymëzues që joshin dhe bëjnë rekrutime të reja dhe ripërtëritjen e partisë, leadershipi i Partisë Demokratike po zgjedh anëtarët që kërkon vet.